Respekti ndaj fëmijëve. Edhe fëmia është një qenie njerëzore dhe çdo qenie njerëzore në mënyrë instiktive e do ndonjërin. Ai ka dëshirë që të tjerët ta njohin vlerën e tij dhe ta respektojnë. Kur të tjerët tregojnë respekt, ai ndjen krenari dhe mendon se ai është lavdëruar. Prindërit që i duan fëmijët e tyre duhet të tregojnë konsideratën dhe respektin e duhur. Tregimi i respektit gjatë formimit të fëmijës konsiderohet si një element shumë i rëndësishëm. Fëmia që pranon respekt dhe vlerësim do të rritet në një person të matur e të respektuar. Ai gjithnjë mundohet të ruaj besimin e tij dhe do të përmbahet nga të vepruarit keq. Ai mundohet që përmes kryerjes së veprave të mira të arrijë vlerën e tij te të tjerët. Fëmia që nuk është trajtuar nga ana e prindërve përmes respektit të duhur mundohet të imitojë ata gjatë sjelljes me të tjerët. Fëmia është një njeri në miniaturë dhe si çdo njeri tjetër edhe ai e do veten. Ai thyhet nëse nuk trajtohet në mënyrë të duhur dhe me respekt. Prindërit që i keq trajtojnë fëmijët e tyre pa u mërzitur fare për ndjenjat e tyre të lënduara krijojnë një inat në mendjet e fëmijëve. Herët apo vonë fëmijët e tillë do ta shpërsohen dhe do të bëhen kokë fort të vështirë. Prindërit injorant, numri i të cilëve fatkeqësisht nuk është i vogël, konsiderojnë se trajtimi i fëmijëve me respekt i prish ata. Ata marrin një qëndrim të ftohtë, shpërfillës dhe të pavlerë kundrejt fëmijëve të tyre. Në këtë mënyrë ata e thyen personalitetin e fëmijës dhe japin rast kompleksit të vlerës së ulët që paraqitet në mendjet e tyre të ndjeshme. Sipas pikpamjes së edukimit të mirë, ky qëndrim i prindërve dëshmohet si një pengesë e madhe. Nëse prindërit i trajtojnë fëmijët e tyre me respekt, atëherë fëmijët do të mundohen të bëjnë të njëjtën. Fëmia do të kuptojë prej asaj moshe të ndjeshme se prindërit e trajtojnë në mënyrë njerëzore dhe se i kushtojnë rëndësi. Prandaj ai do të heqë dorë nga ndonjë veprim që nuk konsiderohet i mirë në shoqëri. Ai do të mundohet të bëjë vepra të mira dhe ta ruajë trajtimin e respektuar që e ka pranuar prej prindërve. Është çështje brengosëse se në shoqërinë tonë fëmijët nuk trajtohen me respekt. Ata nuk trajtohen si antar të familjes përderisa rriten. Gjatë gostive dhe festimeve zakonisht ata nuk thirren dhe shkojnë bashkë me prindërit si shtojc. Zakonisht rinë në një qoshe të parëndësishme. Gjatë mbërritjes dhe shkuarjes në gosti atyre nuk i kushtohet vëmendje. Në makinë nuk kanë ndonjë vend të veçantë, ose qëndrojnë në këmbë ose në prehër të babait. Atyre nuk u lejohet të flasin në përgosti. Edhe nëse marrin guximin të flasin, atyre nuk u kushtohet vëmendje prej më të vjetërve. Nëse ndonjëherë edhe i thrasin, e bëjnë në mënyrë të pahishme. Islami i kushton tërkujdesin nevojës së tregimit të respektit ndaj fëmijëve. I dërguari i Islamit ka thënë: respektojini fëmijët tuaj dhe jepuni atyre rritjen e mirë, që Allahu t'ju shpërblej. Aliu, urdhëruesi besimtarëve, thot: personi më i keq është ai që nuk tregon respekt ndaj të tjerëve. I dërguari gjithmonë dhe në çdo vend ka pasur zakon të trajtojë fëmijët me respekt dhe dëmshuri. Sa herë që kthehej prej rrugës, fëmijët vraponin për t'u takuar. Ai puthte dhe i ledhatonte. Disa fëmijë hipnin bashkë me të në kal. Ai kërkonte nga shokët e tij që edhe ata t'i merrnin fëmijët e tjerë dhe t'u hipnin kuajve. Në këtë mënyrë hynte drejt portës së qytetit. Është i ndaluar ofendimi i fëmijëve, qofshin ata edhe foshnja. Umul Fazli thot: kur Imam Hyseini ishte foshnjë, i dërguari e mori një ditë e përqafoi, me çrast foshnja urinoi në rrobat e tij. Për një moment shpejtova dhe e mora Hyseinin nga duart e të dërguarit, me çrast foshnja filloi të qaj. I dërguari më tha: Umul Fazl, qetësohu, uji i pastron rrobat e mia, por kush do ta largoj pa kënaqësinë e fëmijës. Një zotëri shkruan: unë nuk u kam kushtuar rëndësi prindërve të mi, jo vetëm që ata nuk më kanë respektuar, por ata gjithnjë më kanë ofenduar dhe qortuar. Asnjëherë nuk lejonin të punoja ndonjë punë. Ata kishin zakon të më ofendonin në prezencën e shokëve të mi. Asnjëherë nuk më lejonin të flas diçka kur të tjerët ishin të pranishëm. Të gjitha këto më kanë bërë të kem ndjenjën e kompleksit të ulët dhe të turpërohem nga vetvetja. Fillova ta konsideroja veten si një person të padobishëm. Tani që jam i rritur, vazhdoj që të punoj në ndjenjat e njëjta të pikëllimit. Nëse e përballem me ndonjë detyrë të vështirë, ndjej veten të paaftë për ta kryer atë. E ndjej që për shkak të asaj që jam i paaftë mos kem mendimin tim në lidhje me aftësinë time, të tjerët duhet të kenë mendimin e tyre për mua. E konsideroj veten të parëndësishëm dhe plotësisht të paaftë, nuk kam fare besim në vetvete. Kur duhet të flas në praninë e të tjerëve, e ndjej veten të humbur. Nëse flas ndonjë fjalë në situata të tilla, mendohem me orë të tëra për atë se a kisha të drejtë apo jo.